Tu 2-1. 2-1. Trajneri Ismet, si e vlerëson këtë kampionat botëror? Me çfarë note e vlerëson? Edhe kush mendon që do fitojë sot? Kampionati ka qenë, muj me thonë, pak sa i çuditshëm për shkak të orarit, për shkak të formatit që ka pas shumë skuadra. Muj me thonë edhe për shkak disa komentimeve, shumë është komentu referimi. Dhe me thonë, një ndër kampionatet që mas shumë të është komentu referimi, por sidos që tjetë, ka qenë një kampionat interesant, sidomos finalja e bon interesant këtë kampionat, sepse kemi një yll në ardhe si Yamal, edhe një yll që ka shëndrit gjatë gjithë kohës, Lionel Messi, në ikje, edhe do të përballën sonte, dy ekipet më të mira do të përballën sonte. Kush mendon që ka taktikën më të mirë? Si kush do ta ketë? I kemi dy skuadra, një skuadër që lunë futboll shumë të mençur, e din tërkohën që adon si Spanja, edhe një skuadër që ka shumë karakter si Argentina. Por në futboll, sa e di unë, futbolli është lojë e karakterit edhe gjithmonë karakterin fund fiton. Një parashikim? Fiton Argentina, 0-1. 0-1? Po. Nuk do të ketë shumë gola si edicione Nuk do të kaluar? ketë shumë gola, Okej, Genta, po ti si ke parë këtë edicion?